Jemi me Ymer Rashikun, mi mbrëma dhe mirë se erdhe, por çfarë është e rëndësishmja është akull thyesi, ai që është thënë akull. Dhe kush më mirë thënë akull se sa muzika rock. Pjesë e muzikës rock dhe shumë vite më parë. Nga grupet e para të muzikës rock shqiptare. Kemi formuar vitin 89-90, për të parë festivalin kombëtar kemi dalë në vitin 91, kemi pas një këngë Vrasje në Errësirë. Pastaj kemi dalë në 95, 96, 97, 98, 99. Festival Pranverës kemi dalë përsëri në vitin 97 me këngën Djemt, Mos më moho, 98-ën, Të kërkosh çfarë nuk e, kemi bëj këngë për Kosovën sa përfitonte pavarësinë. Nuk i dhanë shumë buj, po si këngë është zakonisht e bukur. Unë e pëlqej as shmase. Ishte fillimet e Kosovës sa kishte fituar pavarësinë. Si quhej kjo këngë? Të kërkosh çfarë nuk e. Edhe mund t'ja recitoj dhe Po, mundesh po, pak për neve? Kënga fillon të kërkosh çfarë nuk e, të kërkosh jetën tënde, ta shtrëngosh pranë vetes dhe të ndjesh që ren bashkë me ty. Ndërsa refren thuhet që se s'po e kujtoj tani. Janë edhe emocionet e të Kosovës edhe po. Ta lidhësh edhe ta lidhim dhe këngën. Të kërkosh çfarë nuk e, të kërkosh jetën tënde, ta shtrëngosh pranë vetes dhe ty. Rend jeta, rend koha, njerëzit më pranë i afron. Rend jeta, rend koha, ëndër e keqe mbaron. Kjo lidhet me Kosovën. Dhe ka dhe aty fjalë të bukura pastaj që syri vllajt që qan, kur s'do të qaj, kur jo më jo kur. Faleminderit shumë që e keni dedikuar për Kosovën, për ndryshe përmendet që keni qenë më parë pjesë e festivalit të Pranverës dhe ja që rikthehet pas 20 vitesh. Kënga ka qenë festival Pranverës dhe e kanë hedhur tani në YouTube, është e vitit 1999. Për ndryshe pas 20 vitesh sërish në festivalin e njëjtë dhe jeni prej të pakëve që... Ne kemi bërë një pauzë sepse emigrum Bledi që është edhe kompozitori i grupit jeton në Itali. Edhe bëm një pauzë se patëm humum dhe baterisin e grupit, i cili nuk jeton më. Kemi pasi, faleminderit, kemi bërë një pauzë nga viti 2000 deri në vitin 2015-16. Viti 2016 unë isha pjesëmarrës me Divorc, një këngë shumë e bukur, festivalin kombëtar. Pastaj dola përsëri dhe në vitin 2022. Edhe tani më që u hap kjo masi 3 viteve. Dhe çfarë është kjo ndjenja të jesh sërish ta kujton festivalin e Pranverës 23 vite më parë dhe tani? Ne jemi pjesëmarrës në 4 përveç viteve? Në 4 evente të festivalit Pranverës, edhe pse u shkëput. Edhe unë ndjej një kënaqësi sepse këtu ka qenë gjithmonë rini. Edhe këtu nga vetë emri Pranverë e tregon atë. Edhe përgatitet me sa po shoh. Si duket atmosfera asaj kohe me tani? Si kënaqen të rinjtë sot me asaj kohe? Ndryshimin shoh vetëm diçka që tani për shembull është ky luksi, veshjet, ne s'kemi qenë kaq. Nuk i kemi pas gjitha këta, po kemi pas bë muzikë shumë të mirë. Ka pas. Tani sonte me cilën këngë komponon? Kënga ime titullohet Maratonomak. Edhe një? Maratonomak. Maratonomak. Dhe i kushtohet njeriu që rënd, njeriu që vrapon për të arritur atë që do. E rrëzojnë, ngrihet, e plagosin, ai prap lufton derisa arrin atje ku do. Edhe kënga është edhe këto festivalet që rikthehen, por edhe ju si grupe jeni pikrisht maratonak. Unë jam shumë i lumtur me këtë rikthim. Kështu që suksese. Faleminderit që ishte me ne. Faleminderit.